Çfarë ndodh organizmit kur qëndrojmë gjithë ditën në ambiente me kondicioner? Ajri kondicionuar shkthyer në pjesë të zakonshme të përditshmërisë moderne, sidomos në stinët e nxehta dhe si pasojë ndryshimet klimatike po bëhen gjithmonë dhe më të shpeshta. Pavarësisht kësaj, shumë persona vazhdojnë të kenë rezerva ndaj tij, disa të mbështetura në arsye reale dhe disa të tjera jo. Kjo ngre pyetje nëse përdorimi i kondicionerit është i shëndetshëm dhe cilat shpenzime kanë bazë të vërtetë. Edhe pse studimet shkencore për këtë çështje nuk janë ende të mjaftueshme, një pjesë e tyre japin disa përgjigje dhe udhëzime të dobishme. Në thelb, mund të thuhet se kondicioneri sjell kryesisht përfitime për shëndetin, megjithse nuk përjashtohen edhe pasojat e caktuara negative. Përdorimi korrekt i tij ndihmon që anët pozitive të shtohen, ndërsa rreziqet të minimizohen. Duhet theksuar fillimisht se nxehtësia ekstreme, menjëherë pas të ftohtit ekstrem, renditet si shkaku i dytë më i madh i vdekjeve nga fatkeqësitë e motit, madje më i lartë se përmbytjet. Sipas një studimi të publikuar në revistën The Lancet, në vitin 2019, rreth 489.000 vdekje në vit lidhen me nxehtësinë, ku 45% regjistrohen në Azi dhe 36% në Europë. Kjo do të thotë se ajri kondicionuar në kuptim të drejtë për drejtë shpëton jetë. Një nga hulumtimet më të plota për ndikimin e ajrit të kondicionuar në shëndet është botuar edhe në revistën BMC Public Health. Aty është shqyrtuar efekti i kontrollit të ajrit dhe temperaturës përmes sistemeve të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të ajrit, të njohura si HVAC, tek pacientët në spitale. Në përgjithësi, sistemet HVAC kanë rezultuar të dobishme për shërimin e pacientëve, sidomos duke përmirësuar shenjat jetësore, duke ulur stresin kardiak, duke përshpejtuar rikuperimin dhe duke rritur aktivitetin fizik. Po ashtu përdorimi i tyre ka ndikuar në uljen e vdekshmërisë dhe në shkurtimin e qëndrimit në spital tek pacientët me sëmundje të frymarrjes. Ndikimi i ajrit kondicionuar studiuar edhe tek të rinjtë e shëndetshëm. Një kërkim i realizuar nga Shkolla e Shëndetit Publik Harvard Khan tregoi se temperaturat e larta në dhomat pa kondicioner gjatë një vale të nxehtit ndikuan negativisht në funksionin njohës. Në këtë studim u përfshin 44 studentë nga Massachusetts, disa që jetonin në ndërtesa me ajër të kondicionuar dhe të tjerë në ndërtesa pa ajër të kondicionuar, përpara, gjatë dhe pas një vale të nxehtit. Rezultatet treguan se gjatë periudhës së temperaturave të larta, studentët që qëndruan në godina pa kondicioner dolën më dobët në teste sesa ata që banonin në konvikte me ajër të kondicionuar. Te grupi pa kondicioner u vëre rënje në 5 tregues të funksionit njohës përfshirë, kohën e reagimit dhe kujtesën e punës. Gjatë valës së të nxehtit, studentët në ndërtesa pa ajër të kondicionuar kishin 13.4% kohë reagimi më të gjatë në testet e fjalëve të tyre dhe ngjyrave, si dhe 13.3% rezultate më të dobta në testet e mbledhje dhe zbritjes krahasuar me ata që jetonin në ambiente me kondicioner. Marrë së bashku, këto dhëna treguan se studentët në dhoma me ajër të kondicionuar jo vetëm që u përgjigjeshin më shpejt pyetjeve, por ishin edhe më të saktë. U konstatua se kushtet termike të krijuara nga valët e të nxehtit në ndërtesat pa kondicioner çonin në mangësi të ndjeshme të funksionit njohës. Sipas autorëve të studimit, kjo rënje aftësive njohëse mund të lidhet me rritjen e stresit nga nxehtësia dhe me efektet e shtuara të faktorëve të tjerë të mjedisit. Kondicioneri ndihmon në ruajtjen e temperaturës së trupit, gjë që është veçanërisht e rëndësishme në zonat e nxehta dhe me lagështi, ku goditja dhe nxehtësia përbën një problem serioz gjatë verës. Ai gjithashtu e lehtëson gjumin, pasi dihet se pushimi është më komod në një dhomë të freskët sesa në një të nxehtë. Një tjetër përfitim është se kondicionerët, nëse filtrat e tyre mirë mbahen siç duhet, mund të ulin shpeshtësinë e reaksioneve alergjike duke larguar alergjentët nga ajri. Megjithatë, ndryshimet e menjëhershme të temperaturës mund të krijojnë probleme. Kalimi nga vapa jashtme në një ambient shumë të ftohtë me kondicioner mund të shkaktojë stres për organizmin dhe të shoqërohet me simptoma si dhimbje koke, lodhje
dhe dhimbje muskujsh. Po ashtu, problematik mund të jetë edhe kalimi i shpejt nga një hapësirë me ajër të kondicionuar në një mjedis të nxehtë. Kjo mund të shkaktojë bronkokonstriksion, sidomos tek personat me astmë ose sëmundje kronike obstruktive pulmonare (SPOK). Ajri i ftohtë mund të iritojë rrugët e frymarrjes, ndërsa ekspozimi i menjëhershëm ndaj ajrit të nxehtë mund ta përkeqësojë më tej këtë iritim, duke sjellë edhe koll e vështirësi në frymarrje. Luhatjet e menjëhershme të temperaturës mund të jenë të rënda edhe për sistemin kardiovaskular. Personat që kanë probleme të mëparshme me zemrën mund të vërejnë përkeqësim të simptomave si dhimbje gjoksi dhe gulqim. Temperaturat e larta rrisin ngarkesën mbi zemrën dhe tendosin enët e gjakut, çka mund të jetë e rrezikshme për njerëzit me hipertension apo sëmundjet e zemrës. Përdorimi i saktë dhe mirëmbajtja e rregullt e kondicionerit mund të forcojë efektet pozitive dhe të zvoglojë rreziqet e mundshme për shëndetin. Për këtë arsye ja vlen të rikujtohen disa rregulla të njohura. Mirëmbajtja periodike e kondicionerit është thelbësore. Ajo nënkupton pastrimin dhe zëvendësimin e filtrit çdo disa muaj, si dhe servisin profesional të pajisjes të paktën një herë në vit. Në këtë mënyrë zvoglohet rreziku i grumbullimit të baktereve dhe mykut. Po ashtu këshillohet që temperatura e vendosur në kondicioner të jetë disa gradë më e ulët se ajo e jashtme, midis 22 dhe 26 gradë Celsius. Diferencat e mëdha të temperaturës mund të ushtrojnë një stres të panevojshëm mbi trupin.